Çdo vit, rreth 900 milion euro të buxhetit të shtetit investohen në shërbime dhe punë. Por, apo sjellin ato ndryshim për të gjithë? Prokurimi publik shpesh shihet vetëm si proces teknik, ku shofron çmimin më të lirë, por kjo mund të ndryshojë. Është koha që të kalohet në prokurimin gjithëpërfshirës. Prokurimi gjithëpërfshirës është një qasje e re, ku tenderët publik mund të krijojnë vende pune për gratë, mundësi më të mirë për të rinjt, hapësira për grupet e marginalizuara dhe mbështetje për ndërmarrjet sociale. Me një qasje të re të prokurimit mund të ndryshojmë jetë. Një tender për furnizim me veshmbathje a ushqim mund të kërkoj punësim të grave që kanë qenë të papuna për një kohë të gjatë. Një kontratë e IT-s mund të kërkoj trajnime e angazhim për të rinjt. Një projekt ndërtimi mund të kërkoj ofrimin e kushteve të punës sipas standardeve. Mundësitë janë të pafundme. Prokurimi publik nuk është vetëm shpenzim, është investim. Investim në barazi, investim në drejtësi sociale, investim në mundësi. Është koha që paranë publike ta përdorim për të ndërtuar një shoqëri më të barabartë dhe më të drejtë. Le ta kthejmë çdo kontratë publike në mundësi për zhvillim. E mira publike nis me vendime publike gjithëpërfshirëse.